Komisioner do kthej mbas tek vota e diasporës për shkak se kur kanë tejkaluar çdo afat i parashikuar për jush, maksimumi 1 deri në 3 ditë për shpërndarjen, keni një javë që ju nuk dërgoni më në DHL zarfe, pa e keni dorëzuar, dhe rezulton që rreth 30.000 votues ende nuk e kanë marrë zarfin, ndërkohë që vetëm 1/3 e kanë kthyer mbas nga ato që janë regjistruar. Në çfarë jeni për të bërë një lloj presioni po i quajmë kompanisë postare për të respektuar kontratën dhe për ta lutur qëllimin e marrëveshjes me ju? Jemi duke bërë eksaktësisht atë që duhet të bëjnë palët të cilat janë në një marrëdhënie kontraktuale. Jemi duke komunikuar dhe duke ndërtuar atë komunikim ligjor që duhet në këto raste. Me rëndësi për ne ngelet që fletët e votimit dhe zarfet që ne kemi dërguar të mbrojnë 100% tek votuesit dhe të kthehen mundësisht 100% e fletëve të votimit. Kthimi i fletëve të votimit është çështje dhe zgjedhje vetë votuesit dhe ngelet në vullnetin e tyre për ta kthyer ose jo fletën e votimit, por besoj fakti që janë regjistruar dhe do të kthejnë fletën e votimit. Numri i kthimit mendoj unë është relativisht i lartë, kemi 70.000 e pak votues nga 245.135 të cilët e kanë kthyer fletën e votimit. Po e ndjekim dhe jemi, sikur se thash, jemi në ndjekje të përmbushjes së detyrimeve nga DL për detyrimin që ata kanë për ta shpërndarë të gjithë dokumentacionin zgjedhor. Ngelet, sikur se thash edhe ju, rreth 30.000 zgjedhës, të cilët akoma nuk e kanë marrë. Kemi diçka më pak se 2 javë në dispozicion për këtë periudhë kohe. Mendoj që është e mundur që të shpërndahen dhe ato fletë votimit të cilat nuk janë shpërndarë deri tani. Po bilancin e përmbushjes si dhe në çfarë mënyre të detyrimeve kontraktuale të DL-s ne do ta bëjmë pasi të përfundojë ky proces, është logjike, është normale. Së pari, sipas jush, po e përmbushme s'po shikoni detyrimin kontraktor DHL dhe së dyti, a ka marrë paraprakisht kompania për shërbimin? Faleminderit. E para nuk ka asnjë obligim ligjor për ta bërë këtë dhe dyta nuk ka asnjë domethënie për procesin, sikurse për çdo shërbim që i ofrohet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pagesat bëhen pasi të përfundoj kryerja e shërbimit. Dhe asnjë prej furnitorëve të KQZ-s, apo jo vetëm për rastin e shërbimit postar, por edhe në rastet e tjera, nuk ka marrë asnjë pagesë. Është normale. Do të shikojmë si kanë kryer shërbimin dhe do të paguajnë në përputhje me kohën, afatet dhe cilësinë e kryerjes së shërbimit. Por do dua ta them këtë gjën që dhe është me rëndësi për mbarvajtjen e procesit që tej problematikave, gjykimi im gjithmonë personal, procesi i shpërndarjes dhe i dorëzimit të fletëve votimit është duke shkuar relativisht mirë. Nuk kemi probleme të mëdha në gjykimin e vlerësimin tim. Edhe nga raportimet që marrin nga partitë politike, rastet janë sporadike, nuk kemi një sistem i cili po dështon. Kemi një sistem i cili funksionon, por ka probleme. Është e vërteta, nuk është afër të vërtetës kjo që thash, por kjo është e vërteta. Është një sistem i cili është komplet funksional. Ne jemi duke adresuar të gjitha problematikat që lidhen me këtë proces. Jemi duke bashkëpunuar me të gjithë aktorët të cilët janë të angazhuar në këtë proces për t'ja dalë. Por meriton të thuhet që sistemi është duke funksionuar dhe shqetësimet janë të tilla të cilat nuk e vën as pak në dyshim integritetin e këtij procesi. Është domethënse në gjykimin dhe në vlerësimin tim që 70.000 votues e kanë kthyer pak më shumë se 30% e kanë kthyer fletën e votimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe vetëm 30.000 akoma nuk e kanë marrë. Nga 245.935, rreth 30.000 nuk kanë mundur ta marrin akoma fletën e votimit. Dhe për dijenin e të gjithëve, eksperienca e jon e deri tanishme në lidhje në këtë proces është me herë më mirë se edhe vendeve të tjera me traditë në këtë proces. Po është e kuptueshme që ndonjëherë marrin më shumë vëmendje problemet se sa çfarë është normale.